Kur jemi të këto reagimet, mbrëmë kisha edhe Mimoza Kosari Lilën, deputete e zgjedhur në listën e vendosjes. Aja ndër të tjera deklaroi që kuvendi nuk do të bllokohet, edhe nëse nuk zgjidhet nën kryetari nga komuniteti serb. A qëndron kjo apo jo? Nëse keni vrejt me, dhe më thonë... Keni pasur dhe një reagim? Po. Ne keni vrejt, ne kemi thonë se kuvendi nuk blokohet nëse pala e autorizume, respektivisht lista serbe nuk propozon askënd. Bojkoton. Atëhere, kuvendi mund të vazhdoj, dhe më thonë edhe me 4 nënkryetar, edhe ma herët, unë kam dhënë propozim, që edhe nëse nuk është zgjedhet me kandidati nënkryetari nga lista serbe, atëherë duhet me vazhdu me seanca, duke i kryer detyrat, por në vazhdimsi me pas rendite edhe zgjedhjen e nënkryetarit. Dhe më thonë, kjo kanë qenë 2 solucione për zgjedhjen e problemit, e para ka qenë kjo, e dyta, kam thonë se kjo mund të futet në paket me mbarveshje të gjithë deputetëve në paket dhe me kalu gjithë deputet për mas me pas në gërsh në parlament. Por, ndër të tjera, zonja Kosari Lila tha që nuk e votojnë asë një kandidat nga lista serbe. E për krajnë në të rashicin sërish. Kushtrime, une këto i kam cekë edhe ma heret. Këtu nuk ka shumë probleme kushtetuse, në ka ngërqe kushtetuse, ma shumë ka probleme të natyrës politike, si që thejmë ne vullnet politik. Këtu duhet konsensus, duhet kompromise. Por tash është kriju një farë narracione që përquim ne për listën serbe dhe është kriju kështu se nëse ti e voton listën serbe, je me listën serbe. Nëse nuk e voton, ti nuk je me listën serbe. Je ma shumë shqiptar, je ma pak shqiptar. Lista serbe është parti politike e registruar në mekanizmat e drejtësisë, dhe më thonë, në mekanizmat institucional të Kosovës. Dhe më thonë, masi është të registrua, i ka, dhe më i posedon të gjitha të drejtat, si çdo parti tjetër. Tashti, një krah i listës serbe, dhe më thonë që e pequin e krahi ushtarak, aja nuk është me problem politik, aja është problem i sigurisë, problemi i prokurisë, problemi i gjykatave, problemi i AKI-s, nuk është problem politik. Ata duhet të lejmë të pushteti i së drejtit, pushteti i drejtësisë të mirët me këte. Këta shkajnë dhe kanë pranu shtetin e Kosovës, ta duhet me integru. Integrimi bëhet me marrëveshje, me konsensus, nuk kanë ta fuqi që të bëjnë diçka vetë. Edhe këtë duhet aserojmë, zoti Kryezio. Në seancat e kaluara, lista serbe propozonte kandidatet për nënkryetar të kuvendit. Por nuk i merrnit votat e mjaftueshme 61 sa duhen për të votuar. Përgjegjësia a ishte tani e partive shqiptare, apo vetëm e komunitetit? Aty i dha gjykata kushtetuese disa udhëzime, dhe më thonë, të leta për mi kalu situatat 3 herë me qena. Tani i dha ato 30 ditë, të cilën ka kërku pasaj e president, e ka bërë një kërkes në gjykatën kushtetuese, ende nuk është përgjigje gjykata kushtetuese. A di që është kushtrim, kjo 30 ditë, dhe më thonë, brenda 30 ditë duhet të konstituohet parlamenti. Nëse jo, gjykata kushtetuese është dashur me dhonë një mendim. Është dashur me dhonë një mas. Dhe në njërë për jakë gjykimeve? Po. 3 herë, nëse kandidat, dhe me dhonë, hyrë në zgjedhje një kandidat 3 herë, nëse jo, mos duhet me pas një mas. Masat kushtetuese janë bukur masa morale ta quajnë kështu. Janë 4 masa kushtetuese. Sigur që ka masa penale, masa administrative, civile, janë 4 masa. E para është shkarkimi, e dyta është dorëheqja, e treta është revokimi dhe e 4 është shpërndarja e parlamentit. Këto janë masa kushtetuese nëse deputet nuk i kryen detyrat duke bazuar në ligj dhe në Kushtetun të Republikës Kosovës. Sepse vendimet e gjykatës kushtetuese nuk mundet gjykata kushtetuese me implementu, për atë arsye se mungon mekanizmi i mbrëmshëm i gjykatës kushtetuese për implementimin e këtyre. Vendimet të cilat nxjerrin në gjykatë kushtetuese janë ligje. Këto ligje pastaj kanë masa dhe kush i merr këto me implementu, nëse nuk e implementohen, është në mënyrë ex officio prokuroria e shtetit. Paralajmërimi pra i vendosës është që nuk u votojnë asnjë kandidat nga lista serbe. A mund të përsëritet e njëjta situatë, e njëjta bllokat që ishte për nënkryetarin edhe në krijimin e legislaturës së 10 të Kuvendit të Kosovës? Po. Shumë thjesht, po. Po, patjetër.
përsëritet dalin ata 9-4 herë, vota Simoni, se vish 9 vota e ka. Sa ty gabim, o thonë, dhe me thonë, shumisa minoritetit serb duhet me votu. Ata e propozojnë, thëtë. Po, me propozojnë, po me votu, ata s'mujnë me 9, qka mujnë me bo? Nuk mujnë me 9 kandidat, me kaluaj, duhet gjatë një kandidat. Këto pe harrojnë, kjo është një vullnet, është një debat i cili duhet bërë, është një konsenzus, është problem politik, është problem moral, është problem, nuk është problem juridik, kushtetus, se çdo gjë është rregull me kushtetut edhe me rregullore. Ata duhet më ullë me diskutu, që ta 9 deputet, listës serbe duhet më ullë me diskutu me të gjithë deputet e Parlamentit të Republikës Kosovës për t'i bërë gjatën i vota. Detyrimisht. Ta që kemi bona detyrimisht me gjykatë kushtetues detyrimisht duhet me votu për, me qëndru në parlament, duhet me votu për, kundër, abstenim, po detyrimisht me votu për një person nuk mundër, sepse mandati nuk është... Që mund të detyroj deputetin të votaj... Absolutisht, se mandati është i lirë, nuk është mandat imperativ. Nuk mund është i deputetin me detyru, me votu për, po pësozoj për ashiqin. Nuk mund është antikushtetuese.